Caro Pier Roberto, hai cominciato la tua avventura a Pashariman con un peccato quasi mortale, hai parlato in inglese, non in italiano, e così io parlo in albanese per non farti sentire male. Atëherë, faleminderit shumë të gjithëve, i dashur Pier Roberto, i dashur Eugenio, shumë faleminderit për pranin tuaj këtu dhe shumë faleminderit edhe të gjithë të tjerëve, përfshirë edhe nxënësit dhe nxënëset e shkollës industriale Pavarësia, që janë këtu jo si sperator, por si protagonistë të mundshëm të saj historie të re që fillon për bazën e Pasharimanit. Jemi këtu me një kolos të industrisë globale të anijeve, Fincantierin, për të nënshkruar një marrëveshje mes Fincantierit, Kajos dhe shkollës industriale. Një marrëveshje e cila hap një fazë të re, duke ju referuar asaj që tha administratori i përgjithshëm i Fincantierit. Një kantier detar fillon në klasë. Fillon aty ku ngrihet kapitali njerëzor, i cili vihet në dispozicion të një historie sipërmarrje, qindra e qindra miliona eurosh. Ne jemi sot në një ditë kur pas këtij takimi, mbasdite, qeveria shqiptare do të miratoi një akt normativ, ku ndër tjera Shqipëria do të angazhojë të gjithë financimin e nevojshëm për të arritur targetin e përcaktuar nga antarësia jonë në NATO, që e çon në 2.6% të buxhetit të përgjithshëm të shtetit shpenzimin tonë për mbrojtje, ku përfituesit e drejt për drejt janë të gjithë ata të cilët janë pjesë e strukturës sonë të Ministrisë së Mbrojtjes, të forcave të armatosura, por edhe të gjithë ata të cilët do t'i bashkohen hap pas hapi kësaj rritje të jashtëzakonshme të kapaciteteve tona të mbrojtjes dhe të sigurisë, pjesë e të cilës është edhe rritja e industrisë ushtarake. Historia e industrisë tonë ushtarake dihet, është një histori dramatike, një histori e jashtëzakonshme në disproporcionet e veta, nga një vend ndër më të militarizuarit në botë për perimetër territorial dhe numër popullsie, në një vend që humbi gjithçka nga industria vetë ushtarake pas ndryshimit të regjimit. Sot ne jemi në një fazë krejt të re, ku industria ushtarake por i lind hap pas hapi dhe marrëveshja me Fincantierin nuk është as e para dhe as e fundi ndër marrëveshjet që po firmosen për t'i dhënë industrisë tonë ushtarake të gjithë komponentët e vet dhe për të pasur një sistem industrial ushtarak që funksionon nga uniformat deri tek mjetet më të sofistikuara të forcave të armatosura.
Dhe në qendër të këtij procesi është një kompani e re, një kompani publike e krijuar në bazën e leximit të praktikave më të mira ndërkombëtare, një kompani që përfaqëson interesat e publikut dhe të shtetit, kompania Kajo, e cila është aty për të ndërtuar pikërisht këto partneritete, duke e bërë shtetin shqiptar pjesëmarrës, jo thjesht ligjërisht, por edhe financiarisht, dhe duke hapur rrugën e përfitimit ndërsjellë ekonomik midis partnerëve privat apo publik të kompanisë dhe vetë kompanisë që përfaqëson shtetin. Është një kapërcim i jashtëzakonshëm i ndodhur në vitet e fundit, ky i kalimit tani më në një fazë kur interesat e shtetit dhe të publikut strukturohen përmes agjencisht të dedikuara, të cilat adresojnë temën e aseteve shtetërore, adresojnë temën e kapaciteteve shtetërore dhe adresojnë temën e shërbimeve të cilat jo vetëm duhen përmirësuar, por prej cilave shteti duhet të kontribuojë dhe të marrë mbrapsht një pjesë kontributit. Janë 500 vende pune që krijohen në këtë territor nga ky partneritet, dhe siç e tha edhe administratori i përgjithshëm, janë 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar, që kërkojnë ekspertizë. Janë 500 vende pune të mirë paguara, janë 500 vende pune në këtë sistem të ri që po ndërtohet, dhe duhet pas parasysh që të gjithë ata të cilët do të përfshihen në këtë sipërmarrje nuk do të jenë thjesht njerëz që zotrojnë një zanat, por do të jenë njerëz që do të shikohen edhe nga ana e figurës tyre, sepse do të jenë pjesë e sistemit mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Në sensin që do të marrin informacion, do të dinë shumë çka ndodh këtu brenda dhe që duhet mbetet po këtu brenda për arsye të gjitha atyre specifikave që ka kjo industri. Kështu që në një kuptim shërbimi në këto sipërmarrje është një shërbim që ka një komponent të pa tjetërsueshëm patriotik. Dhe unë besoj se këtu në Vlorë dhe në shkollën industriale Pavarësia ne i kemi burimet njerëzore me të cilat do të filloj puna. Kompania Fincantieri do të organizoj programin e vet të trajnimeve në burim, pra nxënësit e shkollës sipas programit dhe përzgjedhjes do të shkojnë në kantierin e MAF në Itali dhe aty do të punojnë me mjeshtrat që ka kompania, të cilën e tha shumë bukur se po i referohem disa herë administratorit, një kompani që ka një xhiro prej 9 miliard eurosh, por që asetin e vet kryesor ka njerëzit, ka kapacitetet, talentet, aftësitë, për të cilat ka investuar dhe investon në vazhdimsi. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për nxënësit, ky është një lajm i mirë për mësuesit, patjetër, është një lajm i mirë për Vlorën dhe për arsimin ton profesional. Këto investime të mëdha që vijnë janë investime që kanë ndër të tjera edhe këtë komponent shumë të rëndësishëm. Dhe të gjithë atyre që flasin në hava për investitorët e huaj, për investimet e huaja, për partneritetet të huaja që ju merr kanë punën shqiptarëve, duhet ju them që jo, e vërteta është e kundërt. Në radh parë këto investime vijnë për shqiptarët.
Vinë për ata cilët duan punë, duan të jetojnë me punë, janë të gatshëm të sakrifikojnë në punë dhe përmes punës të rriten dhe të ngjisin shkallët e një karriere profesionale që sa më lart ngjitesh aq më mirë të paguan. Dhe kjo është e vërtet për këtë investim, kjo është e vërtet për çdo investim, kjo është e vërtet dhe për të gjitha investimet në turizëm, se nuk duhet i shmangem pamjes jashtëzakonshme të Gjyrit Vlorës pa e përmendur edhe faktin që investimi për cilin bëhet një diskutim maramundës dhe absurd sjell jo 500 si këtu, po 10.000 mundësi të reja vëndesh pune. Dhe natyrisht sjell 10.000 mundësi të reja vëndesh pune për në radhë parë djemë dhe vajzat e kësaj zone dhe pastaj djemë dhe vajzat nga gjithë Shqipëria që do duan të bëhen pjesë. Dhe nuk sjell vende pune të keq paguara, nuk sjell vende pune për të shfrytzuar koston e ulët të krahut punës, por sjell vende pune për njerëz të kualifikuar. Siç e përmendi administratori, të gjitha profesionet që lidhen me këtë kantier janë profesione specifike ku kërkohet një kualifikim shumë i mirë. E njëjta gjë vlen për investimet në turizëm, kur ato i përkasin gamës së lartë të konsumatorit. Dhe nëse sot industria turistike në Shqipëri apo çdo industri tjetër ndjehet e detyruar të kthejë syt e të kërkojë përtej kufive të Europës edhe në kontinentet e tjera forca pune, kjo nuk vjen absolutisht sepse duan të paguajnë keq. Kjo vjen sepse pagat, njësoj si në Greqi, shumë kujt këtu në Shqipëri i duken jo dinjitoze. Kjo vjen sepse shumë kush që ikën nga Shqipëria dhe shkon në Greqi, apo shkon në Itali, apo shkon kudo qoftë tjetër, dhe është i gatshëm të bëj punë heroike për një pagë që në fund të muajit rezulton pothuajse e tretur nga shpenzimet, kur vjen puna këtu në atë e shikon ndryshe, e kërkon ndryshe, e pretendon ndryshe, dhe ky nuk është vetëm një problem i yni, ky është një problem i të gjitha vendeve rreth rrotull të mesdhehut në momentet kur vendet janë rritur dhe pretendimet janë rritur. Ky është një problem që e kanë fëmijët tanë në jug, ky është një problem që e kanë të tjerët më në veri, në perëndim, por ne do të vazhdojmë të bëjmë çmos që investimet të shtohen, sepse duam të arrisim ekonominë tonë. Kemi nisur me një ekonomi që figuronte në të gjithë totalitetin e vet 90 miliard euro. Sot jemi mbi 27 miliard, duam të shkojmë 35 miliard. Dhe 35 miliard nuk shkohet në mënyra të tjera, përveç se përmes rritjes së investimeve. Dhe të gjitha vendet dhe të gjitha shtetet, një nga garat kryesore që kanë me njëri tjetrin është gara e tërheqjes investimeve të huaja. Kush tërheq më shumë investime të huaja? Të gjithë. Qofshin demokraci, qofshin mbretëri, janë të tëra vende që luftojnë për të tërhequr investimet e huaja. Pra, ideja që investimet e huaja i bien ndeshat dheut është ideja më e marrë që mund të promovohet dhe të cilës i duhet qëndruar vendosmërisht me kurriz.
Ju falenderoj të gjithëve edhe një herë dhe ne do të nisim shumë shpejt punën bashkarisht me midis kompanisë së re, që është një kompani që lind nga partneriteti i Fincantieriit me Kajon dhe shkollës, dhe të gjithë nxënësit e interesuar, ju që jeni këtu, të tjerë që janë këtu, po dhe të tjerë që mund ta ndjekin këtë bisedë apo mund ta ndjekin këtë proces dhe janë të interesuar, janë të ftuar që të bëjnë pjesë e testimeve që do të bëjnë inxhinierët dhe ustallarët e kompanisë për të marrë dhe përzgjedhur grupin e parë të nxënësve dhe nxënësve që pastaj do të shkojnë dhe do të trajnohen në Itali. Shumë faleminderit gjithëve.